çfarë mendoni, ke bërë ndonjëherë këtë debat me bashkëshorten tënde? Nga e kanë marrë inteligjencë e fëmijët? Asnjëherë, për fat të mirë. Sepse debati ka përfunduar, shko, gruaja ime është më inteligjente se mua, kështu që fëmijët janë shumë inteligjente dhe me shumë mundësi e kanë marrë nga mami vetë, kështu që jemi në rregull dhe kjo së shaf asnjë debat. Unë mendoj që, studimi ka të bëjë me, se e tha dhe studimi me kromozomet, por do të thënë me gratë zakonisht kanë XX, se po e shpjegojmë kështu, ndoshta doktoresha e shpjegon mirë, dhe me burat kanë XY, edhe zakonisht te djemtë shkon merr X-in nga nëna dhe Y-in nga babai, te vajzat merr X-in dhe X-in, do të thënë X nga nëna, X nga babai. Kjo është ajo që bazohen në studimet si studimi në rasti konkret, por besoj që nuk mjafton vetëm kjo, do me thënë kjo mund shkoj te 40 deri në 50%, por pjesa tjetër pasaj është edhe nga ambienti ku rriten fëmijët, mënyra si rriten, si ushqehen, si edukohen, janë shumë faktorë të tjerë që ndikojnë tek zhvillimi i inteligjencës.